Mirë se vini në 15 këshilla thelbësore për të ndërtuar një familje të lumtur dhe të bashkuar. Së pari, kënaqeni njëri tjetrin. Thelbi i një familje të lumtur qëndron në përpjekjet për të sjellë gëzim dhe harmoni. Historitë ju bashkojnë. Ndani përvoja dhe dëgjoni njëri tjetrin, duke lënë mendjan çdo gjë tjetër. Martesat e lumtura ekzistojnë. Ndërtoni shembullin e një marrëdhënie të fortë dhe të dashur para fëmijëve tuaj. Hani bashk. Vaktet janë koha perfekte për të krijuar komunikim dhe për të forcuar lidhjet familjare. Luani së bashku. Zgjidhni aktivitete si leximi, filmat ose lojrat për të kaluar kohë cilësore. Familja para të gjithash. Fëmijët duhet të ndjejnë se mund të argëtohen edhe në shtëpi, jo vetëm me miq. Orari i ngjeshur dëmton. Gjeni një rrugë të mesme mes aktiviteteve dhe kohës familjare. Krijoni traditë. Ndërtoni zakone familjare dhe rituale që bashkojnë njerëzit dhe vlerësojnë kujtimet. Kujdes toni në zërit. Mbani një mjedis të qetë në shtëpi dhe shmangni ngritjen e zërit. Jo grindjeve para fëmijëve. Diskutoni problemet veçmas dhe me qetësi, duke siguruar fëmijët se gjithçka do zgjidhet. Mos e teproni me punën. Karriera është e rëndësishme, por familja duhet të jetë prioritet. Vëllazëria është e rëndësishme. Nxisni marrëdhënie të mira mes motrave dhe vëllezërve. Shpikni shakat tuaja. Krijoni një kod komunikimi unik që ju jep ndjenjen e përkatësisë. Jeni të hapur. Familjet ndryshojnë, jeni mbështetës ndaj vendimeve dhe sfidave të njëri tjetrit. Komunikoni. Flisni hapur për gjërat që ju pëlqejnë dhe problemet, sepse bisedat zgjidhin gjithçka.